Vetëm nëse pak dehem, më rikthehen kujtimet me ty. Është kjo një pjesë e këngës së Jozit, Jozefin Markut, i cili duket qartazi që ka nisur suksesin e tij në sferën e muzikës. Jozi ka filluar me koncerte të shumta nëpër Shqipëri, nëpër Bregdetin shqiptar, nëpër diskotekat shqiptare, domethënë ka nisur duke ardhur në mënyrë shumë interesante. Shqiptarët, fansat e tij shkojnë nëpër koncerte, argëtohen, bëhet viral gjithandej, këndon këngë me ritëm, këngë popullore, këngë të lehta, herë me DJ, herë me organo, domethënë live, është gjithçka në mënyrë interesante. Jozi u rikthye në skenë. Nuk ka treguar asgjë detaje në fakt për jetën e tij, nuk na ka folur më për marrëdhënien me Lorin, por vetëm që tek emisioni Gazit në podcast ka pranuar që marrëdhënia e tyre është bashkë, ato të dy janë të lidhur, ato të dy janë me njëri tjetrin, ato të dy po kalojnë çaste shumë të bukura dhe japin dashuri të madhe njëri tjetrit, dhe kjo në fakt ka qenë konfirmimi i të gjithë lajmeve që fliteshin lart e poshtë për Jozin. Jozi duke që është shumë i lumtur, që po merr koncerte dhe ka shumë energji. Diskotekat janë të mbushura, të paktën në SKP ka qenë diskoteka plot. Okej, kanë qenë dy kombinime, ka qenë Eli dhe Jozi, bëhet fjalë për Eli Malaj. Domethënë fansat kanë qenë mix brenda në diskotek, por gjithsesi atmosfera duket që është bërë shumë e bukur. Jozi nuk ka folur më për të kaluarën e tij, nuk ka folur më për Big Brother, nuk i ka përmendur më gjërat as pak, por nuk ka kërkuar edhe falje për gabimin që bëri, por përkundrazi, ajo gjëja e Jozit ka filluar që të bëhet edhe meme në TikTok. Për shembull, në një koncert që Jozi kishte patur në një X vend, një gotë ja kishte hapur derën dhe Jozi e kishte kapur për faqe, që ndoshta tregon që Jozi në një farë mënyre edhe është penduar për gabimin që e ka bërë. Por gjithsesi, domethënë Jozi është natyra dhe karakteri që i merr gjërat pak shtruar dhe jeton pak chill. Por kjo tregon që gjithçka po bëhet në mënyrën interesante edhe më të bukur. Ne do të ndjekim të gjitha koncertet e Jozit. Jozi ka premtuar që të cilën edhe disa këngë të tjera. Kënga e fundit i ka shkuar mbi 2 milion, domethënë këngën e duan shumë, e pëlqejnë shumë dhe e vlerësojnë shumë zërin e Jozit. Si ju duket ju rikthimi i Jozit në skenë?